Ka njerëz që hynë në jetën tonë si stuhit, papritur, me intensitet, dhe lënë gjurmë që nuk shuhen letë. Ka të tjerë që qëndrojnë si dielli në mëngjes, ngrohtë, të qetë, dhe e ndjejnë praninë e tyre çdo ditë pa u dukur. Jeta është ndërtuar mbi këto takime të ndryshme, mbi këto lidhje që formojnë ngjyrat dhe nuancat e jetës sonë. Marrëdhëniet, megjithatë, nuk janë gjithmonë të lehta. Ato kërkojnë durim, mençuri, kuptim, ndonjëherë edhe sakrifica. Ka njerëz që na mësojnë durimin kur na sfidojnë, dhe ka të tjerë që na mësojnë mirënjohjen kur na mbështesin pa kushte. Detyra jonë është të njohim vlerën e secilit dhe të kuptojmë se marrëdhëniet janë pasuria më e madhe që mund të mbledhim, më e vlefshme se çdo gjë materiale. Ka njerëz që bëhen si qytetet tona të preferuara. Aty gjejmë paqe, rrëmuj, gëzim edhe frikë. Ka njerëz që janë si mali, që rrinë aty të palëkundur, presin, pavarësisht largësisë. I mbajnë brenda nesh si harta shpirtërore, sepse njerëzit që na qëndruan pranë janë vendi ku mund të rikthehesh përgjithmonë.